Do të ketë protesta para kryeministrisë në orën 6 mbasdite janë, Në njoftimin e dërguar antarëve të Këshillit Kombëtar të PD-s thuhet se është radha e Lubi Ballukut dhe Ramaduros që të përfundojnë qeli. Tani ç'më mendoni bushat për këtë protestë? Opozita do të dalë, parlamentin do ta i heqë, nuk do futet në parlament dhe do të dalë para kryeministrisë në një seancë si seancë parlamentare, po bashkë me njerëzit. Ç'më mendon ti? Është shumë mirë që del, po kam frikë se do dalje dobët duke dalë. Sepse pavarësisht se zullumet e këtij pushteti janë bashkë me këtë të fundit që po dalin këta çështjen Balluku, është problemi që sa më shumë vite kalon një regjim autokratik, aq më shumë dobësohen opozitat. Domethënë, ti vetëm po të shohësh çfarë i ka ndodhur opozitës që kur Rama ka fituar zgjedhjet, që nuk po lë mbetjet të opozitës pa e rekrutuar, pa e bler, pa e futur në pushtet, e kupton që opozita është gjithmonë dhe më e dobët dhe mund të na ndodhi, është frika ime, si me precedentin Veliaj, që mblidheshin 50 veta poshtë bashkisë dhe ndërkohë që ne flisnim studio sa i madh shkrimi i Veliajt, ku shikonte pamjet thoshte kjo nuk është ky impresioni që ka popullsia, se për një hajdut kaq të madh nuk mundet protestojnë 50 veta. Ky është risku që ka me këtë lëvizje që ka nisur. Preç? Po unë them që opozita bën mirë që proteston. Askush nuk mund të thotë pse po proteston opozita, aq më shumë kur ka shumë për të protestuar. Në rastin konkret, me sa kuptuam këtu dhe që kemi lexuar, në fokus ka këtë çështjen e Belinda Ballukut. Nuk ky është motivi i ri, si më thënë. Dhe që të jetë efektive, mendoj unë, protesta e opozitës duhet të njohë meritën e organit që e ka nisur këtë hetim. Se ata kanë menduar shumë herë, kanë thënë që nuk shkojnë dot deri tek Balluku, nuk shkojnë te Velia pak më parë etj. Pra, opozita për të bërë besueshme duhet të njohë meritat e organit të akuzës që po guxon të hetojë zyrtar të lartë dhe shumë të lartë. E ka të vështirë ta bëjë se është në konflikt interesi me vetë lideri i kësaj opozite. Kështu që kam frikë se duke mos i njohur meritat e atyre që kanë filluar këtë historinë e hetimit zyrtarëve të lartë, edhe vetë protesta do ngelet jo ashtu si që do duhet të ishte e madhe, që të mobilizoj shumë më tepër njerëz se sa ka Partia Demokratike. Se një protest ylli, që ngelet në kuadratin e partishmërisë, antarëve të partisë ose militantëve, ka pak gjasa të jetë shumë e suksesshme. Ajo gjithmonë bëhet e suksesshme dhe trondit qeverinë dhe regjimin kur zgjerohet me pjesëmarrje gjerë qytetare, të cilët nuk vinë thjesht për interesat e leadershipit politik apo interesat e konkrete që ka partia politike, po vinë kundër qeverisë. Qartë. Pra, si që tha Bushati, është gjë e mirë edhe preçi që bëhet e gjitha protesta e opozitës dhe opozita është detyrë e saj që ta bëjë. Po, sigurisht ato që nuk do sjellin arrestimin e Ballukut dhe të Ramaduros, që tonë ata e gjithë, po ato detyrë kanë ta dalin. Pritet domethënë do të jetë një gjë e re, mendoni, Bushati e kishte këtë frikën që ndoshta jo. Jo një skenar i lodhur siç kemi parë, ku disa personazhe mbajnë fjalimin dhe njerëzit pastaj ikin në shtëpi. Bushat. Ndoshta do të jetë një gjë tjetër apo jo? Nga risit. Njerëzit kanë frikë të protestojnë dhe dobësia e dytë e opozitës, dhe kjo ka të bëjë me masivitetin, dhe opozita nuk ka mas krah të armatosur, si në 98, se gjithë banditët kanë kaluar me pushtetin. Kështu që me njerëz që kanë frikë të protestojnë dhe e pastruar në thonjza nga bandat, është një opozitë që s'rrezikon askënd. Pra, ka në një rëndësi këto protesta dhe ironit fatit. Dhe do të shohim, po, kam frikë se do jetë si protestat edhe mund të rinë më gjatë. E ndihmojnë opozitën, e ndihmojnë. Po kanë provuar gjithmonë, sepse shiko. Po dhe duhet të bëhen vërtet. E ndihmojnë, kanë provuar që të futen çadër, kanë provuar me net më gjatë. Shiko, duhet ketë
duhet të ketë mbështetje popullore, sepse objektivi një proteste është Por këtene do të presim e fundit, duhet të ketë mbështetje ndërkombëtare, sepse në mbështetje ndërkombëtare, të mbështetje ndërkombëtare, kjo pastaj hajde të presim që të thot Amerika ose Gjermania ose kjo s'ka kuptim pritsh, mendoj unë. Se e përmenda e Pep ambasadorën e BE-s. Një minut. Tani, Partia Demokratike ka aleat. Jo, mëse më falë. le të ketë aleatët do dalin tonë nëse duan, nëse s'duan ajo do Ka aleat. Atëre, Do të thonë fjalët e ne do të presim ditën e Aleati i tha Burrshteti Berishës. Ndërruar të shikus do presim ditën e do ta shohim protestën në Folëm ne. Saksojmë, vetëm për 2 vrasjet po hetohet. Sipas kodit procedurës vetëm për vrasjen e Alex Nikës dhe për 3 plagosje. Për Hekuran Dedën, Po pse për të tjerat është zgjidhur? Sepse Janë çështje të mbyllura. Është çështje e gjykuar. Alex, Faik Myrtaj dhe Ziver Veizi është dënuar përkatësisht me 1 vit Ndrea Prendi dhe 3 vite Agim Lupo dhe konsideroj gjë e gjykuar. Si? Për vrasje nga Dakord, pra, po është e mbyllur preqër, gjë e gjykuar sipas ligjit. Dhe këto nuk mund të rihapen. Nuk ka asnjë shteg ligjor që të rihapen. Po flasim vetëm për 2 nga Ka vrasjet. asnjë shteg ligjor që të rihapen. Se pas të hënës më lejo vetëm këtë fjalë Izo. Po. Ishte një pretendim nga ana e Xhaxhait të Alex Nikës, madje unë kam bërë edhe një debat goxha të gjatë në telefon, lidhur me vendimin e Strasburgut, sepse unë deklarova tek ju që vendimi i Strasburgut po është një kornizë shumë e madhe dhe normalisht i lë disa detyra shteti shqiptar, por qëndrimi im, besoj edhe i avokatit, është që ku shkon tek salla e gjyqit, prokurori nuk mund të shkojë me vendimin e gjykatës Strasburgut, pra do duhet të gjejë prova dhe fakte se ka një keq kuptim që duke qenë se ka një vendim të Strasburgut, automatikisht duhet shkohet tek fajësia e personave apo te përgjegjësia penale. Problemi ka zgjidhur dhe vetë Strasburgu me deklarimet e veta. Ama duhet prokurori kur të shkojë në sallën e gjyqit, do duhet të ketë prova dhe fakte nëse ngre akuza penale ndaj personave dhe duhet të jenë prova, sidomos për vrasje, prova shumë të forta që të tejkalojnë një nivel shumë të lartë të provueshmërisë. Në kuadër të asaj që thot zonja Lala, E bën pra e bën. Zoti Rakipi, në kuadër të asaj që thot zonja Lala, unë duhet citoj paragrafin 178 të gjykatës Strasburgut dhe je përgjigje të gjithë elementeve që zonja Lala tha, me të drejtë publiku mund t'i ngrej këto pyetje. Strasburgu thot shprehimisht, përsa i përket masave individuale, gjykata vëren se hetimi penal është ende i hapur. Se ka ndodhur, është bërë gjykatë e lartë dhe ka rezultuar. Duke patur parasysh këtë thot Strasburgu, ai konsideron se autoritetet duhet të vazhdojnë për aq sa është e mundur, përpjekjet e tyre që synojnë zbardhjen e rrethanave të vdekjes së kërkuesit dhe identifikimin dhe ndëshkimin e përgjegjësve aty ku është e përshtatshme. Dhe këto 2 fjali, për aq sa është e mundur dhe aty ku është e përshtatshme, justifikojnë nga pikpamja ligjore faktin e thjeshtë që hetimi duhet nxjerrë provat pakundërshtueshme që ti të shkosh në gjykat me dosjen tënde. Edhe po të marrësh dosjen e Strasburgut, ta çosh atje, ky ta thot shprehimisht, aq sa është e mundur. Bushat, si e sheti rihapjen e kësaj çështje? Çfarë rëndësie ka kjo për Sali Berishën në këtë moment ku ndodhet opozita shqiptare? Sa u bëra gati unë të thosha një fjali për të lavdru spagun, tim dole kjo opozita. Ta them? Do me thënë, është një gjë shumë e rëndësishme, se 21 janari është një krim që s'mund të ngelet i pa ndëshkuar. Dhe spaku, kot e mbante detyrën nëse nuk ki rifutej kësaj çështje, sado që duket misioni pamundur. Pra, minimumi ne kemi kaluar 1 dekadë gjysmë pa u pyetur njeriu, pa u pyetur, jo më shumë. Pa, ne themi sot s'pyetet Rama për inceneratorët, s'pyetet Rama për koncesionet shëndetësi, aty janë vrarë 4 veta dhe Sali Berisha nuk është pyetur nga drejtësia. Pra në këtë kuptim kemi një hap që është për të përshëndetur. E para. Po se ka marrë spaku këtë bushet? Ja ka dhënë gjykata e lartë me detyrim. Ti lavdrojmë të dy atëre? Lavdrojmë, po. Po, aty ta jep ti... Jo, po se ka marrë, jo, unë po jam i detyruar të të them... Dakor. Jam i detyruar të të them që kjo e ka bërë gjykata kushtetuese. Po njëherë që lëvdroje kundërshtove? Njëherë që lëvdroje... Dakor, më punë e ti kjo punë. Dhe pa tjetër që të paktën dhe po nuk u zbardh kjo për gjithë ato pikpyetjet që ngriti avokati,
ne duhet kemi një version zyrtar të Sali Berishës para drejtësisë, jo para konferencë shtypja aty me media. E para. E dyta, Berisha duhet t'ja thoti një pas një diskutim, është i dënuar të përgjigjet për atë.